qeverisjen tonë nuk do ndodhë që ministri i drejtësisë të ndryshojë rregullorin e buxheve. Nuk ka arritur të realizoj asnjë arrestim për korrupsion. Një prej problemeve më themelore të krejt qytetarëve të Republikës së Kosovës është që proceset gjyqësore zgjasin tepër shumë dhe ka një pasiguri totale juridike për atë se si do të rrjedh procedura. Kjo në radhë të parë, domethënë për faktin se sistemi gjyqësor dhe prokurorial nuk është mbështetur asnjëherë me buxhetin e duhur nga institucionet për të pasur pavarësi dhe është tentuar të ndikohet gjithmonë politikisht në procese gjyqësore. Pavarësisht krijimit të gjykatës komerciale, sot kemi zvarritje të lëndë edhe në gjykatë komerciale. Pavarësisht që është krijuar ta gjykata administrative, ne do të shohim që do të ketë zvarritje të lëndës dhe qytetarët nuk e marrin drejtësinë kohë. Kur nuk ka drejtësinë kohë, ajo nuk quhet drejtësi dhe ky është standardi vendosur edhe nga Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njerëzit. Natyrisht që në qeverisjen tonë nuk do ndodhë që ministri i drejtësisë të ndryshojë rregullorin e buxheve, siç ka bërë Albulena Haxhiu për t'u përshtatur kunatit të saj dhe transferimit nga një burg i sigurisë më të lartë në një burg të sigurisë më të lehtë. Dhe kjo ka ndodhur në qeveri. Në qeverinë e LDK-s nuk do ndodhë që të zëvendësohen hetuesit policorë që marrin në pyetje ministrat për korrupsion, siç ka ndodhur në këtë qeveri, sepse sistemi i drejtësisë nuk është vetëm gjykatat, është prokuroria, policia dhe të gjithë të ndërlidhur. Dhe në qeverisën e LDK-s nuk do ndodhë shkurtimi i kundërligjshëm e kundërkushtetues i mandatit të anëtarëve të Komisionit për provimin e jurisprudencës, sepse është mënyra direkte e parë se si qeveria ndërhyn në sistemin e drejtësisë duke përcaktuar se kush ka lënë provimin e jurisprudencës dhe kush nuk e ka lënë provimin e jurisprudencës. Këto janë ndërhyrje politike që kjo qeveri i ka bërë në sistemin e drejtësisë, që e ka humbur besueshmërinë e qytetarëve, ndërkohë që nuk ka arritur të realizoj asnjë arrestim për korrupsion në këto vite të nivelit lartë, qoftë ish ministrave të kaluar, qoftë ministrave aktual, madje ministrat aktual i ka mbrojtur me të gjitha mjetet. Ajo që ka ndodhur tjetër në këtë proces është fakti se Byroja për hetimin dhe konfiskimin e pasurisë është shndruar në një mjet propagandës politike, në vend që të kemi një institucion efikas për luftimin e korrupsionit. LDK-ja ka qenë e para parti politike që e ka propozuar byron për hetimin e korrupsionit dhe e ka mbështetur edhe në këtë qeveri dhe do ta ketë një institucion të pavarur për këtë. Faleminderit.